Unë them që në fund do vi vera, por këto janë ato fazat e parashikuara të diplomacisë, sepse ajo dashuri aq e madhe me ato shumë lëvdata që treguan me njëri tjetrin, ishte më shumë për të krijuar atë që është ekuilibri. Mirë po Trumpi nga ana tjetër duke lozur kryesisht në atë që është lufta e tij kryesore, lufta ekonomike, që i ka hapur gjithë botës, pjesën e Rusisë tashti po e përdor më shumë, sepse duhet krijojë edhe një front tjetër. Mos harrojmë që me datë 2 prill rifillojnë edhe një herë taksat për sa i përket luftës tregtare dhe i duhet të krijojë edhe pak një lloj diversioni në tregjet ndërkombëtare. Dhe intereson Rusia për ta sjellë në lojë dhe gjuha që ka përdorur. Shohim një gjuhë tejet agresive, por që nuk ka asnjë përmbajtje në vetvete, sepse e lidh me një fenomenin Zelenski për ndërhyrje kur ishte një nga temat e diskutimit, sepse Putini e ka pasur gjithmonë pikë të vetën për sa i përket qeverisë Zelenski. Trumpi ashtu e fillon. Me një shpërthim kështu deklarativ, pastaj tak me një solaps dhe por jo me Rusin, sepse është me qitet largët. Këtu nuk është vetëm Rusia, sepse ai goditja e tij janë të gjithë vendet e tjera. Dhe Rusia është situash ajo kulla e fildish që ai është detyruar ta mbaj edhe mirë dhe keq. Dhe në fakt, deklaratat e fundit të zëdhënësit të Kremlinit, zotit Peskov, ishte që ne jemi duke vazhduar punën tonë për arritjen e një marrëveshje me Ukrainën. Ka bëu Peskov, po Peskov ishte pak i tërhequr, Pra do të thotë që kërcënimi i Trumpit ka bërë efekt. Një lloj efekti e ka bërë, sepse është vazhda e këtyre taksave që fillojnë nga 2 prilli dhe nuk ka pse Rusia në një moment ulje në tavolinë me rregulla të reja që Trumpi është i detyruar të rishikojnë në kuadrin makroekonomik, t'ja aplikojë Rusisë, sepse është më e thellë se Presidenti Putin mbetet i hapur për një komunikim të tillë, pra telefonik, por edhe nëse është nevojshme një bisedë që mund të kryhet shumë shpejt, po për momentin nuk ka asnjë telefonat planifikuar me 2 presidentëve. E parë. Ne vazhdojmë të punojmë me Panamerikane, bla 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 bla, për të tuar marrëdhëniet tona dypalqe, etj. Ne po punojmë gjithashtu për zbatimin e disa ideve që lidhen me zgjedhjet në Ukrainë. Pra, përpara se sa të shkohet tek një armë pushim, kërkohet me çdo kusht largimi i Zelenskit, se zgjedhjet kjo ka qenë një nga pikat kryesore dhe të diskutimit që 2 presidentët kanë patur. Ka dhe një deklaratë nuk ka dakordsi për këtë. Aleksandr Grusho, i cili thot gjithashtu që ne jemi të hapur në parim për diskutime dhe për t'i çuar përpara përpjekjet për gjetjen e një marrëveshje paqes, por nuk do të bëjmë asnjë hap përpara nëse nuk marrim garanci. Garancitë janë ekonomike, ushtarake, financiare